Marin Meksi, djali brillant i Mirameksit. Ka përkthyer edhe Marquezin. Marquezin, ai është mjeshtri i saj, është takuar me Marquezin, madje ai i quajti Lulja Pirate dhe flasim gjithmonë në kohën e komunizmit. Çfarë thua? Mira shkoi takoi në Spanjë dhe madje kam përshtypje në 89-ën. Më duket se janë bërë ca intervista në RTS, nuk e di, domethënë dhe gjithmonë e kam pasur kështu pak si më zhdukur vetë Mira si magjike, përveç këtij realizmit magjik të letërsisë së saj, se më zhdukur gjithmonë si e veçantë. Ishte takimi me Gabon, me shkrimtarin më të madh që ka njohur ndonjëherë kjo tokë. Po. A ishte më i madhi, thua ti? Më i madhi, mendoj unë dhe besoj unë, çka kam lexuar. Se këtu mund të ketë kundërshtar. Pa dyshim, po të gjithë bien dakord te kjo pjesë. Domethënë çdo kush përulet përpara magjisë së realizmit magjik të Marquezit, domethënë. Sa vjeç ishte Marquezi kur u takua me Mirën, me mamën? Nuk di të ta them, ne e hasëm në dy moment dhe kur unë isha në Meksik, domethënë dhe ai ishte në gramat e fundit të jetës, shkuam dhe në spital, domethënë përpara se ndronte një do 5-6 ditë përpara kam përshtypjen ndodhi. Shkova bashkë me Mirën. Jo, takimi, po them rasti i dytë. Rasti i dytë, sa rasti i parë ishte domethënë shumë të ri, domethënë llogarit Mira mund të ketë qenë 29 vjeç ndoshta, si i bie, dhe të zhvish nga një vend komunist dhe komunizmi më i egër. Pra nuk ka pas komunizëm më të egër bota, domethënë. As Bashkim Sovjetik, as këto Kim Jong-ët e sotëm, domethënë nuk krahasoi gjë me komunizmin e vendit tonë. Dhe tani domethënë takimi me Gabo, madje Gabo ka qenë dhe mik shumë i ngushtë me Castro, me Fidel Castro. Po tjetër lloj komunizmi në Kubë dhe gjithçka sigurisht. Komunizëm me puro. Komunizëm me puro dhe edhe me rum, po. Padyshim. Dhe i thanë domethënë që është përkthyesja jote, tash i kupton domethënë çdo thosh ti është përkthyesja e Gabriel Garcia më të madhit të botës. Të historisë njerëzit, padyshim. Dhe kur e pa, domethënë nuk i mbushi sy, tha, ti tha i tha kjo Çuperlin, tha është ta përkthyesja ime, tha. Dhe për më tepër kur mori vesh që nuk ishte drejt autori. Është tragjikomike. Është tragjikomike dhe për më tepër dhe prandaj e quajti Lulja Pirate, Flor Pirata de Marquez de Gabo, kupton? Lulja Pirate domon pirate sepse bëhet në mënyrë pirateske përkthimi, domon po ku diel në Shqipëri drejt autori përkthimi komunizëm etj. Çfarë i tha? Që sigurisht e kaluan ka një qetësi olimpike. E ka qetësi olimpike sot, po 30 vjet përpara domethënë. Ti mendon se mund të ketë rënë pak në dashuri Marquez më vonë? Me mamin tënd Mira? Ndodh gjithmonë artistikisht. Jo. Dëgjoj, ndodh gjithmonë artistikisht dashuria domethënë midis këtyre dashurisë po them ty artistike, platonike, ta quaj padyshim. Sepse Mira është një mjeshtër e fjalës edhe mënyrën se si e lëmon fjalën në veprën e saj është vërtet mbresëlënse.